4 në 5 shqiptar, apo 80% e tyre besojnë se Sali Berisha është urdhëruesi i 4 vrasjeve në bulevard, më 21 janar të vitit 2011. Në sondazhin Zëri i shqiptarëve në ABC News, rezulton se pjesa dërmuese vën gishtin tek ish-kryeministri Berisha për autorsinë e ngjarjes, kurse vetëm 19.6% besojnë tek pafajësia e tij. Në mas dërmuese është edhe pjesa e shqiptarëve që beson se SPAK duhet t'i jap fund piruetave të doktorit me fletëthirrjet për dëshminë e ta detyroj për t'u paraqitur. 73.4% e shqiptarëve kërkojnë që Berisha të shoqërohet me forcë në SPAK, në rast se refuzon edhe fletëthirrjen e tretë. Vetëm 22% nuk duan përdorimin e forcës, kurse 4.6% janë akoma dyzuar. Të dyja kategoritë e fundit, sipas autorit të sondazhit Eduard Zaloshnja, anojnë nga votues të Partisë Demokratike, por ndonse 80% e shqiptarëve besojnë se Berisha është urdhërues i vrasjeve, vetëm 50.2% besojnë se drejtësia mund ta dënojë për 21 janarin, dhe këta janë kryesisht votues të majt. Shqiptarët ndahen te kjo pikë. 24.7% nuk besojnë se mund të dënohet, kurse një pjesë edhe më e madhe, 25.1% janë ende të dyzuar. Kjo tregon pesimizmin në rritje të qytetarëve nga reforma në drejtësi, por fletëthirrjet majtas e djathtas të SPAK kanë ndikuar edhe në një drejtim. Besueshmëria e qytetarëve tek partitë politike tradicionale ka rënë. Prej 11 majit, si Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kanë rënje me 7%, por paradoksi është se rënja e Partisë Demokratike është po aq sa e qeverisë. Nëse Partia Socialiste ka rënë poshtë 50%, ka sërish një epërsi të madhe, mbi 18% të mbështetjes së Partisë Demokratike. Kurse elektorati gri ka arritur mbështetësit e Partisë Demokratike, një mbështetje që në zgjedhjet e pjesëme lokale të 9 nëntorit u pa se në rastin më të keq nuk del të votojë, ose në rastin më të mirë, kur voton Partinë Socialiste. Edi Rama mund të preferojë një sistem me 2 parti. Problemi është se votuesit shqiptar, duket se me kalimin e muajve, pas 11 majit, e shohin gjithnjë më pak Partinë Demokratike si partinë e dytë në vend.